Të nderuar shikues, mirë mbrëma, po takohemi bashkë në këtë analizë zgjedhore. Procesi i numërimit ka hyrë në javën e 4 dhe si duket do të përfundoj sonte, sepse përfundoi procesi i numërimit të votave me post nga diaspora. Tani janë duke u numëruar votat me kusht dhe të dhënat e fundit janë që kanë betur dikun në 56 kuti, janë numëruar 24 prej tyre, pra 78% vetë janë numëruar, do t'jenë edhe personat me nevojat veçanta votat e tyre që do të numërohet dhe besohet nga KQZ-ja që sonte me 5 mart të dijen rezultatet preliminare, ndërsa ato përfundimtare thuhet që do t'jenë dikun në mes të këtij muaji. Do të analizojmë këtë bashkë me dy paneliste të ftuara në studio, është zonja Besa Lusha, mirë mbrëma, mirë se kjo arë, dhe Fatima Idoari, mirë se kjo arë, Fatime, faleminderit. Ma në fund kemi pak rezultate më të qarta, Besa, sepse gjatë kësaj analize zgjedhore, gjatë këtij një muaji, shpesh kemi folë edhe për situata hipotetike, thënë të drejtën, kjo për shkak të një procesit numërimit që zgjati pak më shumë, se sa ka qenë në votimet e kaluara. Për momentin, ajo që dihet është 28 mandate të lëvizjes vetëvendosje, 24 mandate të PDK-s, 20 mandate të LDK-s dhe 8 mandate të AK-s, të cilët do t'jenë përbërja e re në Kuvendin e Republikës Kosovës. Ajo që është prit, dhe më thënë nga diaspora, është prit që mund t'ja shtoj partisë të parë, pra lëvizjes vetëvendosje një mandat, por nuk ndodhi ashtu sepse votat me post dha një përqindje tjetër, një LDK më të rritur dhe një vetëvendosje si e para, po ju ashtu si kishin synuar. Po, ne gjatë bisedave këtu në studio vazhdimisht e kemi përmend, si me thonë, projekcionet, dhe të gjitha projekcionet maksimumi që ka qenë i thënë edhe nga Zotit Cakulli që ka qenë këtu në studio i cili i njeh këto procedurat e shëndrimit të votave në mandate ma mirë, edhe Zoti Shënoll Muharremi që në Facebook na ka ndihmu gjithve me analizat e tij, thukta si qytetar, do të thonë vullnetar i cili ka bërë këtë punë pas një interes thjesht për kuriozitet dhe për të ndihmu debatin. Gjithmonë kanë qenë projekcionet shumë të qarta, do të thonë që me kaq % të votave nga diaspora kaq mandate, ma maksimumi që është përmend ka qenë 80% hipotetikisht nëse do të ishin të gjitha votat, që do të shkonte diku deri te 50 mandate. Po, një familje është dramatizu si pas mendimit tim, pa nevoj shumë kjo çështja se a janë 48, a janë 50, e kuptoj që edhe një deputet sigurisht që në këtë situatë kur jemi në kufi, mirë po, gjithmonë kam mendu që ku janë 48, mund bëhen edhe 50, mund bëhen edhe 52, në kuptimin që... Po, në këtë kalkulim, të kësaj radhe, ka qenë shumë e rëndësishme dhe një mandat. Ka qenë, po... Kjo për shkak të asaj që lëvizja vetëvendosje dëshiron ta bëj këtë qeverin vetë edhe një farë barikade të opozitës. Në momentin, dhe më thonë që kanë dalë rezultatet e para, preliminare, dhe subjektet për shembull si LDK ose PDK i kanë pas rezultatet e veta nga vëzhguesit edhe kanë dalë dhe kanë deklaru që kaq ka qenë rezultati jonë. Për shembull, nëse ju kujtohet atë natë Lumira Abdigjiku kemi qenë këtu në studio kur doli dhe tha 20%, diku te 20%, që një familje u përkthye në 20 mandate, ata e kanë ditë secili se sa kanë. Edhe ka pas ku një muj ditë, dhe me thonë që në vend se me shpresu, po themi për 1 apo 2 deputet, apo 3 apo 4, sa do të mund të shtoheshin eventualisht, me i bë përgatitjet që i takojnë një subjekti që është fituesi i zgjedhjeve, si në këtë rast vetëvendosja, për me e bo skenarin A, skenarin B, skenarin C, se si do të bëhet qeveria. Skenari A, i kam 63, 65, e bëj vetë. Skenari B, i kam ma pak si 60, 50, 8, 57, 56, si ja bëj. Edhe skenari C, po themi, për atë që kemi folë ne shumë në studio dhe gjithandej në diskursin publik, çka është ma mirë për Kosovën. Kemi nevojë, dhe më thonë, thjesht për një vetë knatësi, ta bëjmë një qeveri të vogël, sa për plëtsu, si me thonë ato,
dëshira që kaq kemi prognozë, kemi dëshirë me bo vetë tjera, apo me ullë, me kokat ftofta, me mendu, çka është më e mirë për Kosovën në këtë rast. Diçka që sipas mendimit e prish këtë matematik, janë zgjedhjet lokale, të cilat kanë me ndodhur shumë shpejt. Në shtator. Po të mos kishin qenë zgjedhjet lokale, ndoshta edhe do të shihnim një iniciativë për një lloj bashkëpunimi, një qeverim të koalicionit, po themi, pak në raport edhe me zhvillimet globale që ka po ndodhen, me situatën e paparashikuar, në rajon, në botë, etj. Por, unë konsideroj që tashti subjektet pak janë zënë në situatë të padëshiruar, me zgjedhjet që janë në prag, dhe një farë mënyre edhe po të dojnë me bashkëpunu, duke tentu me i rujt edhe me i matë edhe njëherë forcat në nivelin lokal, një farë mënyre nuk guxojnë me bo as hap para për ndonjë bashkim, apo as hap mbrapa. Interesante që besoj do tjetë edhe pjesë e diskutimeve dhe studios tonë. Unë e mendoj, po, veç me thonë një farë lloj prognoze, ndoshta nuk është që mund t'ja qëlloj, por e kam një kështu intuit që subjektet në këtë fazë do të mundohen, domethënë me ndajt kështu të pavarura, se cila në taborin e vetë, deri në zgjedhjet lokale, në mënyrë që me i rimat edhe njëherë forcat, e pastaj pas zgjedhjeve lokale, në prag, po themi, kur vim tek situata kur do të kemi së paku 2/3 për një ecje për para zgjedhjet presidentit apo shkuarje në zgjedhje, e atëherë mund të kemi një famyre një situatë tjetër kur mund të ketë edhe lëvizje, ndoshta deri atëherë pak edhe qetësohen gjakrat, ftofen kokat, relaksohet pak edhe diskursi, edhe përgatitet, si me thonë, ambienti për një bashkëpunim të mundshëm. Unë s'paku kështu e shoh, tash a do të dalë kështu apo jo, e shohim. Do të jemi dëshmitar të kësaj. Fatima, ajo që është diskutu ditëve të fundit, është sepse vetë ne në këtë studio, ju nuk keni qenë atë ditë në panel, po ka qenë Besa, kemi diskutu këtë votën e diasporës, e cila thënë të drejtën në vitin 2021 ka qenë votë e lëvizjes vetëvendosje. Ajo që është diskutuar është e votat me post. Po, është e vetëvendosjes, por është menduar që do të shkoj trendi njëjtë si i votave në përseli diplomatike. Ato ishte 80% e më shumë, ndërsa tash është shumë më pak, do më thonë është 25% më pak. E pritshme kjo? Ky ndryshim ka që madhë? Realisht po e pritshme për shkak se LDK dikur ka pas strukturat e saj shumë të organizuara në diaspor. Ajo zhvendosja ose lëvizja e diasporës ka lëvizja vetëvendosje është parë për shkak që lëvizja vetëvendosje në vazhdimsi ka punuar me diasporën dhe ka qenë më afër, për dallim prej LDK-s e cila ka pasur një shkputje saj për këtë diasporës. Edhe pse unë po i shoh. Ne po mendoni tani e kanë aktivizuar, se po është një reagim publik të Doar Sakicës, sepse tani ka akuza kundër akuza për këto votat të personazheve të ndryshme, nga të dy taboret, thënë të drejtën, edhe nga lëvizja vetëvendosje dhe nga LDK, ajo tha që kanë pas 40.000 votues të regjistruar dhe kanë pritur që do t'jetë deri në atë numër, është një shifër që e ka përmend Abdi Gjiku diku edhe gjatë fushatës zgjedhore. Tani janë diku te 20.000, nëse s'gaboj, 18.000 e diçka ishte. Këtë pas pavlefshme. Pavlefshme, disa regjistrohen, për megjithatë nuk dalin për ta ushtruar të drejtën, e kështu me radhë. Për megjithatë është diçka e dyshim, se problematike ka qenë orkestrimi i votës. Do me thënë, një numër i deputetëve të caktuar kanë përfituar nga kjo votë që bën pak problematike, ndoshta jo për partitë e tjera, po kryesisht për brenda llojit, për vetë partinë brenda, sepse nuk është një garë ferë dhe demokratike. Nëse instrumentalizohet procesi në mënyrë që të fiton një numër i caktuar i deputetëve të cilët përzgjidhen prej partisë ose favorizohen më shumë, atëherë e bën procesin pak më pak të besueshëm për njerëz që brenda subjektit politik, por ndryshe nuk kemi parë ankesa që do të arritni në presionin ose do të aqonin drejt asaj që s'ka qenë një proces i rregullt ose demokratik saj për këtë monitorimit sakt,
por megjithatë metet të shihet nëse partitë tjera politike do ta ushtrojnë ankesa saj përket kësaj problematike që është shfaq, e për ma tepër besoj që do të ketë ankesa brenda llojit, se megjithatë dikush aty do ta humb mandatin e deputetit për shkak të kësaj votës që vjen prej jashtë e që mundet me pas të pakënaqur. Gjithsesi, vota e diasporës nuk ka qenë, pavarësisht që ka qenë në drejtim të lëvizjes vetëvendosit gjithëherë, është mirë edhe për këtë faktin që ka pas akuza që jo diasporës i ndalohet të votojnë në Kosovë, edhe pastaj ky fakt po i demanton gjithë ata, sepse ata janë pjesë e këtij shteti, ju pëlqej dikujt ose nuk ju pëlqej, kanë të drejtë absolute për ta shfaqur mendimin e tyre, qoftë pro, qoftë kundër, për ma tepër janë indikator shumë të rëndësishëm të ekonomisë së vendit, edhe diaspora jonë janë reflektim i familjeve që i kanë këtu, sepse ata marrin inpute nga ne që jetojmë këtu për kushtet, për sigurin vend, për gjithë shka tjetër, pra ndaj edhe vota aty... Nuk janë shkputur prej proceseve. Absolutisht, gjithë tendencë për ta pasqyruar si të shkputur në zgabim, ose për u alarmuar kur votojnë një herë për një subjekt ose herë për një tjetër, që ata duhet të përjashtohen prej proceseve. Diaspora është e mirë se ardhur dhe megjithatë po i kontribon çdo herë proceseve cilat do qofshin ato. Po na edhe kemi thonë atë ditë që në numra, do më thonë 100.000 votues nga diaspora nuk mund të prodhojnë ma shumë se një 5-6 po them mandate, të cilët nuk ka qenë edhe logjikshme të pritën që t'jenë të pestat, po e thëmë kështu si mandate, do më thonë 100% në lëvizjen vetëvendosje. Si tërsi, tash ato sigurisht që janë shpërndara, ashtu kështu. Edhe kjo dallimi pse në konzulata, pse në me post, duhet me e kuptu që për shumë vota në konzulat ka qenë mostra shumë e vogël dhe koncentruar. 15.000 vota, do më thonë, mostra shumë është e vogël dhe koncentruar, në qëfar mënyrë e koncentruar, pa asë një problem, me që ka qenë sistemi i parë, hera parë, do më thonë, e propozimit nga kjo qeveri për të votuar në konzulata në përfaqësi diplomatike, që nuk ka qenë ma përpara, ka qenë shumë e logjikshme që... Ajo që është analizuar besa nuk është te mostra, por është pritur shumë edhe është thënë edhe në këtë studios që trendi do t'jetë i njëjtë. Po ju s'mundet me qenë i njëjtë, se shqeqeni, kjo për shembull... Sepse janë njerëz të cilët pak a shumë të vendeve të cilët kanë ndoshta... Po jo, nuk është e thonë, sepse për shembull, shqeqeni, kemi shumë njerëz që janë larguar na e dim për shembull nga vendet të ndryshme, me arsyetimin, kanë marrë azyl, kanë marrë leje qëndrim, për shumë arsyetimin që kanë qenë të përndjekur ose antar të LDK-se që kanë pas probleme edhe një famyre i dim rastet, apo edhe mund t'jenë, do më thonë që janë nga i njëti vend, por që i kanë qenë besimtar, apo si me thonë simpatizant të një subjekti tjetër. Nuk është e thonën që për shembull njerëzit që janë tash në një komunë e janë për krahas të një subjekti caktuar dhe njerëzit tjerë që janë në diasporë janë nga ajo komunë që duhet patjetër me qenë simpatizant të një... Edhe megjithatë, për shembull Skënderaj ka qenë çudi që e te kalon edhe PDK-n me botë. Apo ka ndodhur diçka që për shembull lëvizja vetëvendosje megjithatë se te kalon në Skënderaj, nëse te këto vota që vijnë, se është një bastion që ne e dimë që megjithatë partitë e tjera kanë problematike me hyj atje. Kjo ka ndodhur këtu. Gjithsesi, po mendoj nëse ka dikush dyshime, absolutisht duhet me bo procedurat, po unë çka kam konsideruar, kam thënë që nëse për shembull kur janë hap, ato vota që kanë qenë të pavlefshme, të dyshimta, të parregullta, ato veç janë largu nga procesi i numërimit. Kështu që ato që kanë mbet për të numëruar, sigurisht që kanë kaluar një far filtri. Pa diskutim. Prandaj tek ato po supozoj që mund të mos ketë dyshime që janë ndonjë keq përdorim apo ndonjë manipulim, sepse po supozoj që ajo fazë veç ka kalu ma herët. Kështu që nëse prap ka ankesa, ne ashtu kështu kemi prokuroria. Po gjithsesi kjo do më thonë, kur e shikon është 100.000 vota, do më thonë 10 është vota bazike që merren në Republikën e Kosovës. Do më thonë 47 deputet lëvizjes vetëvendosje jep Kosova. I vjen, do më thonë, qytetarë që janë... A thashun në qatë mund, nëse për shembull 100.000, nuk kanë qenë 100.000 të plotë, se janë largu një 20-15.000 vota si të pavlefshme, kanë betë të tjerat,
Do më thonë, e prodhojnë 4-5 deputet, një asaj parti, një kësaj parti, një Tash vetëvendosit, nëse një flasim diku për përbërjen e kuvendit, Fatime, edhe i referohemi pak a shumë listave që kanë arrit me u bë publike, sepse dihen votat, nuk do dihet para certifikimit, sepse ka kryetar të komunave që mund të aludohet, që mund të mos e marrin mandatin dhe pastaj e liron vendin kuota e 30% të grave, por nëse hyjmë në listat partive, duket pak a shumë një përmbërje e re me pak ndryshim, një përbërje njëjtë me pak ndryshime. Ju duke ashtu juve në... Po, është shumë e vërtet edhe... Se i kam këtu listat, po sa të mundemi me i analizu bashkë. E kemi diskutu në vazhdim... Jo, në përgjithsi. Në përgjithsi të gjitha partit politike është e njëjtë situata. E rëndësishme është që për shembull, pak kemi pas pritshmëri që vetëvendosi ka marrë me njerëz të ri, se ata megjithatë shumica prej tyre kanë qenë për herën e parë në legjislaturën e kaluar. Por për shembull, kemi pas pritshmëri që të paktën PDK-ja do të vijë më e reformuar. Por megjithatë janë kryesisht figurat që kanë qenë dikur. Madje na e kemi diskutuar edhe në këtë studio kur kemi thënë që kryesisht në debate po na vinë njerëz të ri, po vinë breza të shkolluar, ndoshta edhe jashtë. Kanë qenë gara ata realisht, po nuk e kanë fituar mandatin. Po nëse për shembull brenda lëvizjes vetëvendosje analizojmë, ajo që është interesant është numri i anëtarëve të listës Guzo. Po. Janë 5. A jam sakt me është Faton Peci, është Donika Gërvala, kalojmë të Nezir Kraku, është Jeta Statovci, është Haxhi Abdyli, do më thënë janë 6 deri më tani. Duket është edhe Albina Reshita që është edhe Albina, po, edhe Albina Reshita i duhet tjetë, po, edhe Albina Reshita i ka mbi 31.000 vota. Pra i bie dikun 7 deputet brenda lëvizjes vetëvendosje. Po mendoj që këto partit e vogla po janë përfituese të votës në grup. Njëjtë ka ndodhur edhe me nismën tek lista e AK-s, po jo, kjo është pikërisht ajo për cilin po akuzojmë në diasporë, sepse edhe këtu ka ndodhur ky fenomen. Edhe në diasporë, secili prej subjekteve që ka garu e ka pas një top 5-shë, top 10-shë, të cilin e ka propozuar. Çka do me thonë për forcën e listës Guzo tash brenda lëvizjes vetëvendosje? Nuk po aludojmë në asnjë krizë realisht, ajo mund të bëhet grup parlamentari veçantë. Po, absolutisht. Nëse për shembull do të kenë ndonjë paknacia apo pikërisht për këtë po flasim. Po kjo është çështje shumë e mirë sepse këta mund të kenë edhe grupin e tyre parlamentare dhe i kontribon edhe më shumë sepse është diskutuar se ka qeverisur vetëm pavarësisht që ka qenë Guzo aty, po me një fuqi pak më të vogël, tashmë ka një fuqi shumë më të madhe. Unë mendoj që vota për zonën Gërvalla dhe kryesisht për ministrin Peci ka ardhur kryesisht për shkak të punës tyre. Peci është i treti i votuar. Rritja e tij ka ardhur kryesisht për shkak të punës të mirë që ka bërë, kryesisht për shkak fermerëve të cilët megjithatë kanë një rreth gjërë dhe të cilët e kanë mbështetur. Por mund të jetë edhe për shkak që kanë pas thjesht qasje në resurse, për shembull vetë faktin është vota diasporës ka qenë pak subvencionet e ke fjallën? Pa edhe ato një farë mënyre, por edhe problemit që ambasadat, konzulatat, jo për keq përdorim ose diçka. Po vota e rritur ka dalë kryesisht kur janë llogaritur numruar votat e para. Këta rritjen e kanë pasur enorme prej votave në Kosovë, që do të thotë qytetari këtu ka marrë gjatë gjithë kohës, ka përcjellur me vëmendje dhe ka përkthyer në votë. Ne kemi pas pjesë të listës edhe ministrën Hajdari, po e cila mezi ka kaluar për të bërë deputete në qeverisje. Unë nuk po paragjykoj që njëjta s'ka punuar, po sikur nuk është parë edhe për qytetarëve me shumë simpati në shka puna e saj për shkak të sulmeve që ka pasë dhe që ka është e fundit në listë realisht. Rozeta Hajdari është e fundit në listë, është me 16.000 vota. Por nëse për shembull tash disa prej tyre kalojnë në qeveri, atëherë vinë të tjerë. Ta nuk janë emrat e fundit, gjithmonë po flasim bazë besimit qytetarëve. Që kanë marrë. Për zonën Reshita ajo gjithashtu interesant sepse ajo në një moment të caktuar lëvizi prej një grupi tjetër parlamentar, votoi presidentën, shumë kush e ka pa me hezitim. Ka nejtë si kandidat e pavarur, duhet thënë këtë. Po, për megjithatë shumë kush e ka pa me hezitim që edhe ka memri me kalu kësaj radhe se ka qenë për herën e parë që ka garu me një subjekt tjetër politik, ajo megjithatë ka marrë 31.000 vota. Po, që ka pas edhe një lloj po themi vetëdijsimi që sidomos votuesit e lëvizjes vetëvendosje
pa shtytje kështu t'jashtme kanë votu a priori për gra. Dhe në listën, si me thonë, të deputetëve të mundshëm që kanë qenë kandidat, vetëvendosjes, një farë mënyre, ata i kanë pas mundësi me zgjedhë, dhe nëse dikush ka shku me idenë që unë do të votoj gratë, ka mund t'i votoj për shumë 10 gratë nga lista vetëvendosje, dhe në këtë mënyrë kemi shumë prej tyre që kanë arrit me shku për para, pa pas nevojë, dhe më thonë, me ja ulshu venin për mes kuotës. A kalojmë pak të PDK-ja, të 24-shja e PDK-s, hynë Urani Ismaili, sepse kjo kishte dhënë ndërheqje kur kandidat për Prishtinën, është Sala Jashari, është e re në PDK, është Artan Behrami, i cili ka përformu shumë mirë. Tani ka qenë mjaft aktiv, ka qenë në paraqitit publike të shumta. Fadil Demoako është deputet nuk është figurë e panjohur. është figurë shumë e njohur, por kthehet pas 2 mandateve, nëse nuk gaboj tani me këtë memorien time. E shohim fund me kot Eliza Arnora dhe Kosovarja, Eliza Hoxha, që mirë që është në... Herën e kaluar më duket ka pas shkuar goxha lart, e tash më duket që ka rrit vetëm përmes të kvotës me kalusit. Po dhe këtu ka emra të ri që të analizojmë besa, edhe në PDK ka emra të ri në përbërjen e retë për vendit. Ka mjaft emra të ri, por një farë mënyrë kemi shpresuar që do të ketë edhe ma shumë. Për shkak të idejës që PDK do të mund të paraqiste një... Ka bërë shumë përpjekje për me paraqit një lloj strukture të re, ka pas disa emra shumë interesant që për fatkesh nuk ja kanë arrit, si Besa Kabashi që Besiana Musmurati. Besiana që ka qenë në komunën e Prishtinës. Po sa që po them për gratë që i kam shikuar që ka qenë këtë studio 2 herë në... Kështu që themi edhe gara në brenda partive nuk është e lehtë. Dhe më thonë sepse... Ishte akuzat LDK-s në Vushtre për shembull, ishte një akuzë ngritur për rezartës për bashkëpartioakun Gjafer Tahiri, kështu që edhe këto garat brenda llojit janë interesante. Më tash për ato brenda llojit. Sepse aty secili lufton për vete. Një farë mënyre edhe kandidatët granë mes veti për ma shumë për krahje, por edhe kandidatët e tjerë. Është shumë vështirë, domethënë ti kesh 110 kandidatë në një listë dhe të presësh që 110 prej tyre do të marrin numrin e duhur të votave. Plus që kur e kemi domethënë ndarjen e votuesve në këtë mënyrë që kemi tash, dhe përthën gati se gjysma e tyre, po themi, dykun 20% për votat e shqiptarve, mandateve që janë nga subjektet shqiptare, dyqysh i bie gati që 28 janë 50 afer për një subjekt, edhe të gjithë të tjerët janë 50 për afërsisht. 28 ose 52 janë atje në anën tjetër, për shembull. Të ndarë, natyrisht, po veç po i nëmroj si votë totale. I rihën Alban Zogaj. Po që nuk ishte shumë i sigurt në fillim, sepse kishim dikun 18%, 17.8% në fillim, pa votat e diasporës, edhe parashije që t'jenë vetëm 18 mandate, mi po tashme do më thonë me këtë shtimin e këtyre 2 mandateve ja ka arrit, edhe më duket që problemi ishte te Marigona Geci. Jo, Marigona është brenda. Është e 20.000 vota. është e 20.000 vota. Marigona është brenda, ndërsa për i grave që ka përfumu mirë edhe është për herë të parë është Ilona Gjushaku Sadriu. Po, ajo ka mri vetë e teta. Tu kanë qenë mandatet të qarta që prej votës dë brenda. Hikmetja, Jeona, Daorsa kanë mri vetë. është një serbeze, Kabashi Muqa, e cila shumë afer, në radhë është e 24-ta, por tash nëse për shembull i fundit është Arben Gashi, madje Paris Guri, njëri prej tyre, ndoshta në një farë mënyrë duhet të sakrifikohet për të vënë pozitën sipas kvotës. Por kjo mund të ndryshojë, sepse nëse për shembull kryetarët e komunave në këtë 20 që ne parë nuk kemi vetëm Imre Ahmetin, e kemi edhe Gazmendin Muhaxhirin. Nëse këta dy lëvizin,
Atër, dhe më thonë, levizit edhe për Edhe lista. 2-3 që e merë edhe këta 2 të fundit që janë në Realisht listë. nëse ishini të postime që ka bo ish kolegu që e thirinim nga njerë edhe në studion të RTK-s, Eugen Cakulli, i njëti ka publiku lista që janë për mendimin tim përfundimtare, se këto vota që kanë ngilu nuk mund të bëjnë diferencën. I ka publikuar listat me gratë që shkojnë me kuotë, që është goxha lajmi mirë, edhe për Elizën gjithësisi. Mendoj që Sala Jashari, pavarësisht që e ri në politikë, në mbështetja që i kanë ofru qytetarët, është jashtëzakonisht pozitive, sidomos për mbiemrin që përfaqëson. Edhe nuk e një, veç po e supozoj që është e familjes Jashari. Edhe besoj që pavarësisht në mbiemrit ndoshta, vetë fakti që ka qenë një vajzë e ri që për herën e parë hyn politikë, mendoj që ka qenë pozitive që është në mbështetur. E thamë që lëvizja vetëvendosje ndoshta për shkak të votës të madhe të grave edhe të rive, kryesisht e thënë që stereotipin mos me u votu gratë, do të 20 gratë pa kuotë, po është mirë edhe të partitë politike tjera që ka shku kuota dhe po kemi numër pak më të madh të grave. Të PDK-ja kanë hy 3 me kuotë, të LDK-ja kanë hy 2 me kuotë, ndërsa të AK-ja ka hy vetëm 1 me kuotë. Vetëm zonja Gjevahiri Ismaku është me kuotë. Mira është që pastaj shtohen PDK-s edhe 3. Kthehet në kuvend pas një kohë që ka qenë me PDK-n tani si Nisma. Të AK dhe Nisma për shembull janë 3 të Nismës, sepse është interesant kjo puna e Nismës për shkak një deklarate të Limaj që mund t'i shërbej, thot kryeministrit ardhshëm të Kosovës, dhe kur është menduar kjo qeveria si e vetme dhe barikadimi i partive tjera opozitare për mos shkuar me lëvizjen vetëvendosje dhe për të bërë qeverin Kurti 3, është menduar në këta deputet të Nismës. Po edhe me këta, si i bie, 48 dhe 3 i bie 51, mundet, sepse edhe komunitetet vjetë që janë, i bie 61. Janë të gjitha, kanë deklarë disa nga komunitetet mund të mos jenë sigurta. Hajde po themi 51 edhe 8, 59. Edhe në Zoti Rashish nëse kam bri, se mu duk që e lexova që kam bri me sigurin një mandat, edhe a i mund të të bashkan gjitë. Prandaj po them unë e të në kuën, jo, arsyeja pse i përmendëm pak emrat, shumë e letë për të bërë 61. Arsyeja pse i përmendëm emrat dhe këta emrat e ri brenda partive politike, ne dim që në mandatin e 2021-s ka qenë Adelina Grainca, si e re në PDK, e cila ka lëvizur. Dhe a mund të aludohet që mund të jenë emra të cilat do të mund të zgjedhen nga partia që është në pushtet për ta bërë qeverin, Fatime? Realisht, kjo ka ndodhur në secilën qeverisi, kur deputet, nëse ju kujtohet, ka pas ndodhë në qeverisin e OAK-s, nëse zgaboj që është pritur fillimisht për listën sërbe për ta bërë qeverin, ndërsa një mandat më heret për PDK-n, kur pritej vota e zonjës Rugova. Do me thonë, negocion të një për presidentin ka qenë ajo? Jo, ajo ka qenë për të bërë qeveria. Për qeverin, okej. I duhet vetëm një vot e pritej vota e zonjës Rugova në atë kohë. Do me thonë, këto lëvizje janë sidomos në të na, ndryshë është vota, ndryshë është aderimi. Po mund të edhe mos të ketë aderim. Po, mund mos aderoj si Albina që kanë ndajt për 4 vite si deputete pavarur, po pastaj në zgjedhje tjera të garojnë ndërsa me po bazuan që listën që analizuan pak, mendoni që mund të ketë emra të tillë, se po më intereson pak me hyrje. Po për shembull, nëse zoti Limaj ka thënë që unë jam i gatshëm për shembull të kontribuoj, ai mund ta sheh që nëse janë pak, qka është e qartë, se do të Limaj edhe 2 deputetet e tjerë të Nismës nuk do të lënë pozitën e deputetit, sepse nëse shkojnë pastaj në qeveri ata, edhe të rhiqen nga lista, aty ata zëvendësohen me deputet të tjerë që janë në listë, që janë të AK-s. Kështu që po supozojmë, ndoshta tash ku e dim ne si llogarisën ata çka është më fitim prurse për subjektin, a me qenë në qeveri apo me qenë deputet, ata i bëjnë kalkulimet e tyre, por në rastin e parë, ata mund të dhe vetëm t'ja japin votën, besimin, për të ecë për para me formimin e institucione, dhe mandej me shpesu që
do të ketë një konsiderat, një lloj pavarësisht respekti kësaj, për atë unë nuk e angazhim. shoh edhe pse janë zgjedhjet lokale afër, nuk shoh ndonjë lidhshmëri mes zgjedhjeve të nivelit qendror atyre lokal. E kemi diskutuar disa herë nëse merret tashmë situata me vota, lëvizjave të vendosi pothuajse ka fituar në gjitha komunat. Jo, dhe në herën e parë ka të fitu shumicën, por nuk ka qenë për ta ju deklaruar që nuk i shoh që kanë ngjashmëri. Mandej partitë politike në gjitha komunat kanë bashkëqeverisë njëra me tjetrën, se në shumicën e prej tyre nuk kanë mrime. Po prandaj ata shpresojnë që tash një familje të motin vetë për shembull, nëse vendoset të qeverisë LDK me vetëvendosjen të lashë Prishtinën, se Prishtina ka halle tjera që absolutisht nuk e lidh. Jo, Fatime, atë është puna. Para zgjedhjeve lokale, unë nuk besoj që ata shkojnë në një lloj bashkëpunimi. S'kemi kohë për t'i pritur zgjedhjet lokale, se nëse zgabojnë diku në tetor, ne duhet të vazhdojmë me hapat shpejt në formimin e qeverisë. Ma e reale është me prit që formohet një qeveri me minimumin e nevojshëm, me 61, se si i marrin qysh e tek do të shohim. Edhe mandej, pozicionimi i secilës prej subjekteve është njerët të matim në zgjedhjet lokale se si po performojnë, sepse që qënë është frika, nëse për shembull dikush tash, si me thonë, që se kalkulojnë presidentin fare besa? Njerë për njerë jo. Nuk hynë në kalkulim presidentin? Njerë për njerë, unë si pas mendimit tim, pa u krye dhe zgjedhjet lokale jo. Në momentin që rikonfirmohen pozicionet në zgjedhjet lokale, dhe për shembull e shohim që ka ndonjë, si me thonë, konfirmim të këti pozicioni qëfar e kemi tash, pra si gati si 50-50, ose ndonjë rilëvizje të re, e atëherë një farmyre mund të ecet me... Parashihet vakum institucional? Jo, realisht nuk e shoh. Unë e kom pa që në shumë studiot televizive janë referuar gabimisht edhe qeverisë si qeveri në detyrë. Qeveria ka mandat të plot, sepse nuk është dërhequr, nuk është rrëzuar me mocion mosbesimi, dhe deri në certifikimin e ri të KQZ-s për deputetët e rinj, qeveria ka mandat të plot, do me thonë për gjitha funksionon normal. Pra ndaj, në momentin që KQZ certifikoj, unë mendoj që edhe kryeministri ka me pas të qartë emrat ose numrat për qeverinë e ri. Nuk e mendoj që jemi në presion të kohës, po me gjithatë ne duhet të ecim përpara me dialogun. Tashmë Sarazin i dërguari special i Gjermanisë kishte bërë kërkesë që institucionet formohen pa vonesa, të vazhdohet me dialogun. Kemi një vizitë shefit NATO-s? Të NATO-s, do me thënë, nuk e kemi... Ka disa zhvillime geopolitike? Unë shoh që nëse kemi një formim qeverisë me këta numra, atëherë qeveria duhet të jetë gjatë, sepse ne nuk mund sot të formohen një grup qeveritar, pastaj gjatë rrugës të merret të dikush tjetër, edhe pse ligjërisht është e mundshme, por megjithatë krijon pastaj pasiguri, krijon huti tek qytetarët, çka për besimin e asaj qeverie në opinion publik, ose kush çfarë funksioni po merr. Përgjithësia duhet të jetë të individ caktuar, sepse po kemi me kalu në faza goxha të rëndësishme gjatë kësaj periudhe, kështu që kushdo që del prej kësaj kombinimi, ndoshta nisma, ndoshta dikush prej partive më të mëdha, ende nuk e kemi të qartë. Nuk e kemi të qartë, pa jo që është e qartë, ne jemi dëshmitarë të koalicioneve më të panatyrshme që ka ndodhur në Kosovën e pas luftës dhe pajtohem me këtë, por kjo që ka ndodhur në këto zgjedhje, duke përsëritur disa herë, edhe partit opozitare nuk është se ka ndodhur në proceset pasgjedhore, besa me ato që i kanë përcjellun nga kjo studio RTK-s. Pra, ka pas një fushat të zëshme me asken, ka pas vijat kuqe, por ka pas një farë afrimi dikur ka fundi rezultatit e të rezultatit preliminare. Ta shiki lider të kryesor partive politike të cilit dalin e thonë jo. Prandaj unë po e parasha situatën që jo e tyre do të thëtë jo. Edhe në këtë situatë është ma reale me prit që lëvizja vetëvendose do të përpiqet me formu qeverin vetë, me krejt mjetet legjitime që i ka në dispozicion, të cilat mund t'jenë, si me thonë, ftesa deputetëve të pavarë ju, po të nga subjektet e tjera të cilët ose do të ndrojnë tabor, ose nuk do të ndrojnë tabor, por së paku do të votojnë. Pak si këshirë duket kjo proces, me thirë personazh ndryshëm me i bimë? Po jona e patëm zotin Lima e cili u vetë ofru. Po. Kështu që 3 Limës, dhe më thonë 51, edhe Rashish 52, edhe një atit të Pakicave, edhe një dikun
Gjindet. Po barikadime kemi pas barikadime. Po, është interesant që kësaj radhe, për shembull, edhe në intervista tani që pëndodhen, ka një jo të prerë. Po për atë problemune që si duket... Kemi pas barikadime, kemi pas pyetje në gjykatën kushtetuese se kush mund të bëjë qeverin, do me thënë kanë qenë strikt, ndoshta ju kujtohet, periudha e Vlanit, pastaj periudha e Panit, sepse fillimisht shkoj LDK, pastaj shkoj AK e Nisma, po me gjithatë kemi pas barikadime për javë, që ne nuk shkojmë në koalicion, pastaj me këtimin e përgjigjes gjykatës kushtetuese që ishte e përrirë që e bën vetëm i pari, atëherë lëvizi LDK-ja, pavarësisht që kishte qenë prej fillimit kundër një koalicionin me PDK-n, edhe mendoj që ai ka qenë thyrja e madhe të elektorati me LDK-n, për shkak që kjo thyrja e madhe e elektoratit. Unë nuk e menoj që... Për shembull, a është thyrja e madhe e elektoratit lëvizjes vetëvendosje nëse lëvizja vetëvendosje shkon me Nismën? Unë nuk e mendoj se kam bashkëpunuar edhe në të kaluarën, nëse ju kujtohet gjitha protestat që janë bërë prej opozitës të asaj kohë janë organizuar prej... Nuk ka kush që është akuzu për korupcion më shumë se Limaj edhe lëvizja realisht nuk është akuzuar veç prej vetëvendosjes për korupcion. Jo, po qasim për lëvizjen vetëvendosje tani, sepse ka pas një proces zgjedhor i cili ka përfundu thënë drejtën edhe nuk mund të flasim për atë pjesë kur ka një vendim gjykatës. Por në narrativën, në gjuhën që është përdorur, për shembull, ajo që ka qenë më e forta, më e fuqishme, ka qenë e lëvizjes vetëvendosje, sidomos për PDK-n, e në atë kohë në PDK ishte edhe Nisma, edhe Nismën e të tjerët. Nuk ka pas një narrativ të tillë për LDK-n, për shembull, lëvizja vetëvendosje. Narrativat të ndrohen në fitore. Realisht Nismën e... Jo, po çfarë thotë elektorati, sepse unë nuk po dyshoj në ato që ndrohen. Po kur tha Fatimia ka pas një thyrje të elektoratit të LDK-s për bashkimin e Isa Musafës me PDK-n, a i bje që do të ketë një thyrje të elektoratit edhe do të kenë këtë frikën që po e thët besa të zgjedhjeve lokale? Jo, nuk e mendoj. E mendoj për faktin që Nisma ka pas këtë imazhin jo të mirë, jo vetëm tek lëvizja vetëvendosje, po tek gjithë shoqënia. Mendoj që sulmin më të madh i ka ardhur prej media, se media ka qenë ajo që ka shpërfaqur ndoshta ato aferat korruptive, për cilat pastaj Lima ka kaluar në procese të gjata gjyqësore. Pavarësisht se si ka rrjedhur, Lima është shpallur juridikisht i pafajshëm. Opozita gjithmonë ka përdorur. Ne si shoqëri kemi vazhduar me dyshimet tona, juridikisht ka dalë i Po kjo tash mund të përdoret si narrativ. Po nuk ka pas thyrje mes Nismës dhe vetëvendosjes të tipit PDK-LDK. PDK-LDK ne i dimë akuzat e mëdha që LDK i ka pas në vazhdimsi. Megjithëse zoti Limaj për shembull ka thënë që atë shprehjen e fashme me praktikanta nuk bëhet. Jo, këto e përsëritet edhe. Ka pas akuza dhe kundër akuza, si nuk ka pas. Ka pas edhe gjatë fushatës, ka pas edhe në fund fushatës, nuk ka pas akuza dhe kundër akuza. Edhe të që kjo thyrja elektoratit, pyetja jeme është për shkak të këtij sikletit që e kanë për zgjedhjet lokale, sepse janë afër edhe sa mund të ketë dyshime nga elektorati që ne nuk e kishim menduar. Për shembull, elektorati i Nismës mund të mos ketë problem. Jo, po flas për elektoratin e lëvizjes vetëvendosjes mund të ketë shumë të rëndësishme formimin e qeverisë, saqë ti harroj pak të mbyll sytë për disa nga asaj. Ta është domethënë etike, nëse do të jenë qeveri apo jo, apo do të jenë në opozitë. Kështu që kjo e determinon se si do të cilët elektorat. Mandej unë gjithmonë kam folë që në leadership i partisë të farmyre, për atë është leadership, vendosë edhe i qetë vijat edhe planet edhe drejton. Tani në rrugë teme si për dikush largohet, dikush mbetet, dikush shtohet. Nuk mund është ti vazhdimisht me u mbështet, unë e bile kom konsideru që ka problemi ma i madh dhe vendosës ka qenë që ka qeveris duke llogaritë si dhe ta mendoj elektorati vetë, qka qyshtek, edhe vazhdimisht për shembull kam bërtire, kam thonë shqeqa. Për shkak se ka pas në numër të madh elektoratin. Po, por tjetër situatë. E ka pas edhe ja ka dhënë votën pikrisht për këtë narrativ. Mirë po. Duhet me thonë. Ai elektorat, do të thonë, i beson zotit Kurti. Zoti Kurti ka mujt, do të thonë, me ecë përpara, me shumë procese, duke ja shpjegu proceset elektoratit vetë, të cilët unë jam shumë e bindur që do ta përkranin. Edhe në rastet për shembull të shkuaris përpara me marrëveshje, nëse me asociacionin, nëse me... Kjo s'ka ndodhur me LDK-n kur ka rënë në 12%, pavarësisht që e kanë shpjegu, edhe janë munduar me arsyetue vendimin e tyre për qeverinë. Po qëndrojnë
në anë të kundërta PDK dhe LDK, edhe sot kur po flasim, për shembull kjo hyrja në programin e LDK-s, ne kemi përmend edhe në këtë studio që flitet për faljen edhe për ecjen tutje, për uljen e konfliktit, për uljen e kësaj tensione narrative, sepse realisht për me thënë saktësisht edhe pse po evitojmë për fillimit të emisionit, mendoj që LDK dhe PDK si shoqëni ne kemi kaluar në një traumë goxha të rëndë, sidomos në vitet e 2000-ta, vrasit politike, LDK gjithmonë ka drejtuar gishtin tek PDK-ja. Është diçka tjetër nëse unë ti kemi konflikt verbal. Por megjithatë, kjo ka ekzistuar, kjo nëse kontrollojmë nëpër gazetat ditore të kohës në gjejmë pa diskutim që ka ekzistuar. Unë s'po e them kush e ka bërë, unë nuk e di kush e ka bërë, por megjithatë akuzat dhe kundër akuzat kanë qenë aty. Është kjo diçka tjetër, konflikti verbal, kur ti më pëlqen mua ose unë ty, po të shkohet deri në dimensione kur kanë akuzuar njëri tjetrin, madje po shohim edhe tani kur po flasim për shembull dy eksponentë të Lidhjes Demokratike të Kosovës që kanë qenë dëshmitar tashmë speciale. Këto janë gjëra që kjo shoqëni nuk mundet me evitu, janë parasyshve tonë. Prandaj elektorati LDK se ka pas të vështirë ta ka përdi këtë bashkëpunimin politik LDK-PDK, që të lëvizjave të vendosur ka të bëjë me parimet, pajtohen plotësisht se zoti Lima e Ceka juridikisht ka dalë për këtyre gjykatave i pafajshëm. Ne nuk kemi ku ta çojmë, po në aspektin si shoqëri ne kemi dilemat tona, se megjithatë është pak e vështirë ta bindësh dikë që s'ka kur gjë kur është përfolur por disa afera. Megjithatë, është vendimi i gjykatës ai Fadime. Po absolutisht. Është vendimi i gjykatës edhe nuk mund ta mendojmë ndryshe. Respektojmë se kemi fakte dhe i dërgojmë në prokurori. Respektojmë pafundësisht. Unë tash vetë dilemat shoqërore që kemi të drejtë, kemi si njerëz për gjithë secilin, vazhdimisht do të edhe për mundin nesër. Po folim domethënë se çka është në interes të subjekteve. Asnjëherë s'po dalim për te subjekteve që me fol çka është në interes të Kosovës. Po, ke shpresë që mund dalin këtë në interes të Kosovës, besa se... Unë pres. Nuk është gjaj optimiste për këtë. Unë pres, po më në që ajo është... Unë ashtu e kuptoj politikën. Ti nuk hinë politikë për me marrë një rrugë, edhe me përfitu një pozicion, edhe me shpërbly dikan që të ka votu. Nështë ta kështu është realiteti, por unë s'paku që e kuptoj politikën është që ti politikë hynë me shërby, me sakrifiku diçka nga vetja, me dhonë diçka nga vetja shoqënisë të tjere. E tash, a kanë hitë gjithë me atë ide dhe me atë mendim? Nuk e di. Nëse do t'ishte ashtu, interesat vetjake do duhet lënë anash. Edhe gjindet mënyra për me elaboru, do me thonë, ne e pa matere kur kishte një bashkim televiziv vendosur me LDK, shumë letë u akceptua jo. Edhe pse ka ardhur pas një gjuhë ko gjatë vështirë edhe atëherë. Shuajtur Mustafa tradhtar, ka pas protesta. Nëse ti e qetë do më thonë interesin e vendit, edhe ishim ko pandemie edhe në situatë, njerëzit dëshirojnë shpresë. Njerëzit nuk dëshirojnë blokim edhe të rriqe mbrapa. 30 sekonda, Fatime. Po, unë mendoj që qeveria duhet të shkoj në kohën sa më të shkurtë të mundshme, për shkak që nuk kemi kohë për të humbur, punët e institucioneve të ndryshme duhet me vazhdu. Kurdo që e bën qeverin, unë mendoj që është ka qenë vullneti i qytetarëve dhe këtë mandat kryeministër tjetë Kurti, këdo që e zgjedhaj për partner qeverisës, nuk e mendoj fare që stabiliteti qëndron tek numrat, stabiliteti qëndron tek efikasiteti qeverisë, kështu që do ta shohim, se po bëjmë presion, sepse unë besoj që të gjithë futboll dashësit tani janë para ekranit, është Liga e Kampionëve në vazhdim, ne po e përfundojmë këtu, miru pafshim.